Sa kohë ishit ju në këtë postë në Ftihën e Rom? Në postën e nënkryetarit të Komitetit Musliman dhe Myftiu të Tiranës kam ndërtuar afërsisht 1 vit e gjys. Nga në mos gaboj prilli i 2004-s deri në fund shtatorit, diçka e tillë në shtator të 2005-s. Pra, deri mbas zgjedhjeve politike që ndryshoi sistemin në Shqipëri, sistemi politik. Për të ardhur për të kaluar ke keq administrimi dhe mirë administrimi vakëve, dhe para kësaj duhet bëj një pyetje që më thënë drejtën edhe për mua shumë e rëndësishme. Ekziston një legjendë urbane në Tiranë dhe në Shqipëri që ju jeni kërcënuar me vdekjen në zyrën tuaj. Edhe unë sot në haptas ju kam ballë për ballë dhe ju pyes, a është e vërtetë? Po, është e vërtetë. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Nuk është legjendë, është diçka zyrtare. Jo, unë e quajta legjendë urbane për sa kohë që ju t'i jepni legitimitetin dhe ta vërtetoni. Jo, është e vërtetë, po besoj se është aq shumë me interes për diçka që ka ndodhur sot e 21 vjet përpara precisht. Është e vërtetë, një nga përkundrazi është shumë e rëndësishme. Jo, ajo është diçka që pastaj është ditur edhe nga institucionet e shtetit, ku një pjesë në fjalë e përfaqësuesve të qeverisë atë saj kohe, në fjalë më ka suportuar realisht, pa ja përmend emrin, megjithatë unë e vlerësoj në atë pjesë dhe kemi shkuar bashkërisht edhe në drejtorinë e policisë Tiranës, e kemi thënë si shqetësim. Ato madje më ofruan dhe mbrojtje fizike atëherë drejtoria e policisë, po nuk e pash të arsyeshme. Por është diçka që ka ndodhur brenda në zyrë. Të komunitetit musliman shqiptar. Komunitetit musliman shqiptar. Dhe deri zoti ku aty kishte edhe të tjerë prezent, ishin disa xhallar fshatrash që kishin ardhur për punë të tyre, dhe deri zoti që pra nuk isha vetëm, si duket aty ka qenë ajo e shkruar për mirë, më fjalë që vazhdojmë edhe jemi sot përballë njëri tjetrit, më fjalë këtë bes. A mund ta dim arsyeën pse je kërcënuar? Atëherë. Mbas Pallatit të Kulturës, komuniteti musliman ka disa prona të fragmentarizuara që shkojnë diku ke 3000 metra katror. Dhe në bazë të planit francez që ishte parashikuar atëherë nga Bashkia e Tiranës etj. Më radh, ne po synonim ndërtimin e një xhamie më të madhe se sa ato që kishim. Plani francez pa të parashikuar që përballë me librari Florën në një territor 700 metra katror në total, nga të cilët vetëm 400 do ishin ndërtim, do të ndërtohej xhamia e Tiranës. Mirë, po nga këto 400 metra, vetëm nga këto 700 metra, 400 ishin vakëf, të tjerë do i zaptoheshin prap dikujt tjetër, që fetarisht nuk lejohet, se quhet tokë zaptuar. E rëndësishme, në bazë të pronave që kishim, dikush prej këtyre investitorëve të mëdhenj ndërtuesve kishte marrë vesh që ne kemi prona dhe ofroi një alternativë që në shkëmbim të 3200 me një ndërtesë 1600 metra katror të ndërtohej një xhami direkt mas pjesës Pallatit të Kulturës, sepse siç po ndërtohen, janë ndërtuar deri tani 2 kulla atje, është plaza dhe kjo që po bëhet, janë edhe 3 tjera për të ndërtuar në bazë planit francez, dhe si duket çdo gjë po shkon pas atij plani. Në pjesën më brenda ka qenë ndërtesa më e madhe, një ndërtesë jashtëkatëshe parashikohej aty, paktën bazë planit francez, u sugjerua që të ndërtohet xhamia e madhe e Tiranës dhe të konvertohej 3200 metrash i pronë i komunitetit musliman të konvertohej dhe me një ndërtesë 1200 metra, 1600 metra, ndërkohë që do ishte pra 50-50 në aspektin ishin koeficientët që thonin në ato. Por pati një problem, sepse ai që pretendonte që do ta ndërtonte, po që do ishte si ndërtues, donte që të merrte nga 5 kate që do ishin themelet ose nën ndërtesë, nën xhaminë e madhe të Tiranës, 3 kate gjys do t'i merrshin ato. Do ishte pronë e tyre. Pronë e tyre, e ndërtuesit në fjalë. Jo për cilën unë isha kundër, sepse nuk mund të parashikohet që në ndërtesën e xhamisë të ketë prona të tjera, sepse ne kemi parë që nën kullat gjithmonë ka kazino, ka një, ka tjetër, siç kemi sot nën plazën, në parkinget e plazës ke kazino. Dhe ai ka, duke pasur pronësinë e vet, pastaj duke pasur nën pronësi do humbte komplet pronësia. Është edhe ky problem vetë, Mikael, do humbi komplet pronësi. Do të
kjo ishte arsyeja, më thënë. Unë isha kundër dhe dikush prej antarëve të kryesisë duket ja kishte përcjell atij zotërisë që unë isha kundër dhe me fjalë isha pengesa si duket. Kishte spionu. Ja kishte përcjell. Sa homo le thu, ja kishte përcjell. Edhe e la me kaq. Unë mbyll ajo pjesë, ai erdhi aty, po deri zoti shpëtuam edhe ashtu. Nuk do thënë për vakëf ka qenë, domethënë. Po për vakëf ishte. Normalisht ajo bë publike, madje është edhe një zotëri që e shoh që del shpesh me në media e pa të nxjerrë edhe ai pa të nxjerrë në diku e pa të botuar në fjalë. E pa të botuar atë pjesë, pa thash çështja shkoi, pati ndërhyrje nga institucionet përfaqësuese të shtetit që bënin marrëdhënien me komunitetin kulteve. Ai zotëria u tregu shumë i gatshëm të jem realist, pavarësisht se si mund të jenë përshtypjet e gjithkujt në fjalë, në aspektin në atë rast në fjalë me mua ka qenë shumë bashkëpunëtor në fjalë. Aq sa që tash shkuam edhe në drejtoritë të policisë të tjerë më radh. Nuk u ndosh çështje penalisht sepse juristët që u këshillova më thanë që kallëzimin penal duhet ta bënte institucioni, se gjëra kanë ndodhur në institucion, por çështje institucionale. Ndërkohë që si shumë shpesh institucioni atë ditë u tha që po, sepse u bë çështje e madhe, u diskutua, pra aty, mirë po të nesërmen pastaj leadershipi vendosi që nëse do ta bësh bëje personale, ne nuk do përzihemi në këtë, si institucion nuk do përzihemi. Kjo ka qenë si gjithmonë është institucionale. Kjo dhe unë nuk e pash të arsyeshme sepse mas rikëshillimit me jurist, më thanë që në këtë rast do jesh një individ pa shumë përkrahje, ndërkohë që këto janë njerëz që kanë përkrahje dhe lidhjet e tyre dhe do dalin gjithmonë i humbur. Çfarë bëhet me pronën e komunitetit musliman shqiptar? Çfarë bëhet tani nuk e di. Çfarë është bën kohën tatë? Atëherë, për të treguar se sa rëndësi ka VKF, unë do ju tregoj një shembull të një tirani. Ai ka qenë kriminal. Për popullin e tij ka qenë kriminal, pavarësisht se ndërhyrja amerikane e bëri hero, që ishte Saddam Husseini. Unë kam parë në një dokumentar një ministër të periudhës tij, pra bërë tani mbrapa, dhe thonte që na erdhi një shkresë nga presidenca, që presidenti ishte Saddam Husseini, dhe i thuaj dhe i kërkohej që një pjesë e VKF-it, një pjesë toka VKF ishin paraparë që të bëshin dhuratë për ushtrinë. Të jepeshin ushtarakëve si dhuratë për ndërtuar shtëpi. Dhe i kërkohej meratimi ministrisë VKF-ve dhe njëkohësisht Këshillit të Fetvas ose myftiu të zyrës së myftiu të myftinisë të themi të Irakut. Dhe këto marrin dhe i shkruajnë që VKF-i nuk mund të cënohet, sepse VKF-i është për tjetër gjë, pavarësisht se në këtë rast qeveria dhe presidenti do për interes publik dhe për shtetin dhe për përfaqësuesit e shtetit që mbrojnë shtetin, prapse VKF-i del nga kuptimi i tij i vërtet, humbet rolin e tij dhe kthehet në një prom private që nuk e ka më rolin për cilin ajo është themeluar dhe krijuar. Dhe shkruajnë këto. Dhe normalisht ai personi që jepte intervistën thotë ne parashikuam vdekjen. Që të ktheje një përgjigje të tillë presidentit, Saddam Husseini do të thotë që je i vdekur. Po flasim. Mirë po tha wahabitëm, kur në kryet e javës na vjen e njëjta letër, letra e parë që na kishin dërguar, që ne kishim bërë shënimet dhe aty, na vjen me shënimin e Dorazit, të thotë falenderoj Zotin që kemi akoma hoxhallar që na ruajnë ne nga zjarri i xhenemit. Saddam Husseini. Saddam Husseini, një person që për popullin e tij ka qenë kriminal. Pavarësisht se ndërhyrja amerikane e ktheu në mit. Se më kujtoj kur jepi mësim atëherë në 2003-2004 pas ndërhyrjes amerikane, kishim student kështu nxënësa që si duket i venin me pyetje dhe njerëz që përgjonin mas dritarëve dhe më thonin u bë mirë që u rrëzu Saddam Husseini. Dhe unë i thoja dëgjoni, ky ka qenë një kriminal për popullin e tij, se ka vrarë shumë njerëz. Por ndërhyrja amerikanëve po e kthen në mit dhe në hero. Fatkeqësisht. Dhe ashtu është kthyer sot për irakenët. Saddam Husseini është një hero. Për ato që i ka bërë për popullin e tij dhe mirëqenien që ka pas, por dhe pasojat dhe çfarë po shohin, çfarë katastrofe po shohin tani, për ato është u kthyer në hero fatkeqësisht. Pra, ta kthehemi çështjes tonë. VKF-i është i shenjtë, madje në një takim që unë kam pas me titullarët kryesorë të komunitetit musliman me myftiun e Arabisë Saudite gjatë një vizite zyrtare,
na tha shprehimisht. Se ne I treguam se si funksionon ke ne me përqindje me tjerë më radhë. Ai tha, këtë nuk mund ta bëni. Këtë nuk mund ta bëni. Jo vetëm që nuk mund ta shisni që nuk diskutohet, por ta jepni me përqindje nuk mund ta bëni. E vetmja gjë që mund të vi në shprehje në këtë rast është ajo pjesa e koeficientit të ndërtimit që nuk e ku shkon. Pra nëse ti ke 3000 metra, do të konvertohet në 1500 metra ndërtim se të tjerat ashtu e ka ligji që I merr në këtë, por ndërtimin do ta bësh vetë. Momenti që ndërtimin e bën me përqindje dhe ai merr një përqindje dhe ti merr një përqindje, e ke humbur VKF-in fare. Dhe normalisht ne akoma nuk është kthyer kjo. Kosovë është më ndryshe, kanë më pjesën e menaxhimit të VKF-eve, në këtë pjesë janë shumë më të mirë. Ndoshta do na duhet si Ballkanës të ndryshojmë mënyrën e perceptimit dhe të analizojmë se si duhet veprohet me VKF-et në vazhdim, sepse si po shkojmë ne po I humbim fare. Placa në kohën tënde është shit apo? Jo. Placa ka dy gjëra. Marrëveshje për plazën është bërë para se të jem unë në atë pozitë. Dhe shitja e përqindjes që ka pas komuniteti musliman mbi 30% nuk e di shumën, sepse është bërë para se në atë periudhë unë kam qenë në medrese si përgjegjës për lëndët fetare. Pra marrëveshja është bërë përpara, marrëveshja me përqindje, kur është dhënë, sa aty ka qenë medreseja e vjetër për dihenin, aty kur është ndërtuar Hotel Plaza, ka qenë medreseja e vjetër para se të ndërtohej nga qeveria e Zogut atje. Se qeveria e Zogut e ndërtoi si dëmshpërblim atje ku është. Dhe ka qenë fundi I Tiranës atje. Aty ku është sot medreseja, ka qenë fundi I Tiranës, kanë qenë varrezat aty. Dhe pra marrëveshja është bërë përpara me përqindje, shitja e përqindjes është bërë më mbrapa. Përsa, gjithsesi faleminderit shumë mjafti që ishe këtu. Dyqani Small Time ju ka preferuar t'ju bëj një dhuratë në parfum. Shumë faleminderit. Ju njihni dhe personalisht më do me një Haxhi Genti Ligën. Ka qenë një kolegu jon, kemi punuar bashkë në komunitetin musliman. Ju përshëndes, të uroj gjithë mirë dhe suksese vëlla. Është kënaqësi që edhe për dhuratën, edhe për agent, po ashtu edhe për ftesën nga ana. Faleminderit shumë. Me sa duket, me këtë mendje që kemi ne do vazhdojmë të ngelemi prapë të varfër si komunitet dhe si bërësi. Kalofshim mirë, miqtë e mi.